Deputetët e Kuvendit të Kosovës 11 vjet më parë me 3 gusht të vitit 2015 votuan pro ndryshimit të amendamentit kushtetues që i hapi rrugë themelimit të gjykatës speciale. Ishin 82 vota pro, 5 kundër dhe 1 abstenim që i hapën rrugë qeverisë të dërgojë edhe 2 projektligje të tjera sa i përket speciales. Opozita ishte kundër themelimit të gjykatës speciale, duke e quajtur të padrejtë dhe selektive, ndërsa po ashtu qeveria dhe pozita e quajtën të padrejtë këtë votim, por të domosdoshëm për të hequr dyshimet për krimet të kryera nga ushtria çlirimtare e Kosovës në luftën e fundit. Akt akuzat janë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli, ish-zëdhënësit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Jakub Krasniqi, ish-sheprorit të UÇK-s Salim Mustafa, ish-krerëve të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj, si dhe ndaj ish-pjesëtarit të UÇK-s Pjetër Shala. Deri më tani, Salim Mustafa është dënuar me vendim të formës së prerë me 15 vjet burg për krime lufte. Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj janë shpallur fajtor për pengim të administrimit të drejtësisë dhe kanë përfunduar vuajtjen e dënimeve të tyre. Ndërkaq, Pjetër Shala është dënuar me vendim të formës së prerë me 13 vjet burg. Me 16 shtator do të mbahet seanca për shpalljen e vendimit në procesin kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Dhomat e specializuara të Kosovës dhe zyra prokurorit të specializuar janë pjesë e sistemit të drejtësisë së Kosovës, por ndodhen në Holand dhe kanë staf ndërkombëtar.